Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Sot për të gjithë ne shqiptarët ka qenë një ditë e kopshme. Humbëm ikonën, artisten e madhe, zonjën Margarita Xhepa. Një nga ikonat shqiptare të filmit dhe të teatrit, artistja Margarita Xhepa, është ndarë nga jeta në moshën 93 vjeçare ditën e sotme. Aktoria u lind më 2 prill të vitit 1933 në qytetin e Lushnjës, prej ku nisi dhe hapat e parë drejt karrierës së saj. Gjatë karrierës së saj, aktoria e madhe Margarita Xhepa ka krijuar mbi 150 role në teatr. Veç suksesit me veprat e shumta të dramaturgëve shqiptar, Margarita Xhepa ka korrur sukses dhe në rolet e dramaturgjisë botërore, si Ofelia tek Hamleti, Vajza e dytë tek Mbreti i Lirë, Dadoja tek Romeo dhe Julieta, Mbretëresha Margaret tek Rikardi III e shumë të tjera. Në vitin 1997, interpretoi në filmin grek Miru Pafshim, me regjisor Koras J dhe K. Vupuras. Filmi u lansua me çmimin e madh të festivalit ndërkombëtar të filmit mesdhetar në Selanik, ndërsa Margarita Xhepa çmimin e nderit. Në vitin 2007, ju dha çmimi i karrierës për rolin e Nadjezhnës në monodramën Kënga e Mjellmës së Çevojit. Dhe mbi të gjitha, veç roleve në teatr, Margarita Xhepa ka realizuar edhe 32 role në kinematografi, duke punuar me shumicën e regjisorëve shqiptar, të cilët kanë bërë super vepra, siç janë Vitet e para, Gjurmët, Dimri i fundit, Toke për gjakur, Një djalë dhe një vajzë, Apassionata, General Gramofoni, Rrethi i kujtesës, Vitet e pritjes, Dora e ngrohtë, Gurët e shtëpisë time, Pranvera nuk erdhi më, koncertet në vitin 1936, E diela e fundit dhe I dashur armik. Në maj të vitit 2004, u rikthye në skenën e teatrit kombëtar për të shkëlqyer në dramën Streha e të haruarve, një tjetër sukses në karrierën e saj 50 vjeçare. Krahas teatrit, Xhepa është shfaqur në ekranin e filmit me një galeri të larmishme prej 31 rolesh. Margarita Xhepës I janë akorduar gjithashtu edhe titujt si artiste e popullit, Nderi I kombit dhe Urdhri I lartë, Gjergj Kastriot, Skënderbeu, që të gjitha këto tituj familja Xhepa sot do t'i ruaj me shumë krenari dhe me shumë dashuri. Shpreh ngushëllimet e mia për Margaritën, edhe do doja që në këtë video kushtuar veprës së saj, artit të saj, njeriut të saj, unë dua të them 2 fjalë për atë që unë kam parë tek zonja Margarit. Ne jemi një gjeneratë shumë e re, por patëm fatin që ta njohim, t'i shohim filmat shqiptar, të shohim atë artin e bukur dhe atë veprën që zonja Margarit ka dhënë, që njeriun e saj, qenien e saj, e përfshinte në çdo rol duke e sjell atë rolin natyral dhe duke e sjell atë rolin të besueshëm për tek publiku. Të qenurit një aktor I suksesshëm është besimi që ti fal publikut. Tash kur po flas për zonjën Xhepa, kujtoj me nostalgji ngjitjen e saj në skenën e radio televizionit publik shqiptar në edicionin për përzgjedhjen e këngës në Eurosong, moderatorja mirënjohur Arbana Osmani
ja mundësoi zonjës Margarit edhe njëherë për të ngjitur pranë gjithë atij publiku shqiptar që e ka duartrokitur dhe e ka vlerësuar si një ikon në të vërtet ashtu siç ajo ishte. Për të arritur të marrësh atë popularitet që kishte në atë kohë kur ishte shumë e vështirë, në kohën kur ekzistonte diktatura, në kohën kur ekzistonte frika, presioni, trysnia, zonja Margarit nuk ndaloi kurrë së shprehuri talentin e saj dhe dëshirën e madhe për të dhënë një spektakël apo një film të mrekullueshëm për popullin e saj shqiptar. Gjithmonë nëpërmjet filmave të saj duke treguar vuajtjen e gruas shqiptare, duke treguar diktaturën e asaj kohe, duke treguar intrigat që në atë kohë ishin shumë prezente në familjet shqiptare dhe duke luajtur një rol të besuar dhe me një sakrificë shumë të madhe që vetëm shpirti i saj e din se çfarë ka hequr që të sillte në skenë vepra të cilat do të mbetnin të pëlqyera sot e kësaj dite kur ne i shohim nëpër mediat tona. Margarita Xhepa përpos artit të saj ajo kishte një lloj arti shpirtëror, do me thënë ishte artiste multidimensionale në brendësinë e saj për të treguar edhe atë ndjesinë e të qenurit një grua fisnike, një grua heroike që gjithmonë me buzën e saj të ëmbël, me gojen e saj sheqer ka mbajtur publikun gjallë. Nuk mbaj mend Margarita Xhepa, por njëkohësisht edhe artistët e tjerë të asaj kohe të njihen për skandale, të njihen në media për budallalliqe, por gjithmonë kanë qenë në media duke treguar njeriun e tyre të mrekullueshëm që është edhe artin e saj. Ka fol gjithmonë për artin, po të futemi të bëjmë një analizë të intervistave të zonjës Margarit, të punës që ajo ka bërë, do me thënë puna e saj ka shumë peshë dhe nuk është kot një artiste e vlerësuar me kaq shumë çmime. Artiste që kur na ikin nga kjo botë, ne lëndohemi sepse po e shohim që dita ditës po na varfërohet arti jon, po e shohim që dita ditës po na varfërohet kultura jon dhe këto njerëz të cilët kanë punuar me shpirtin e tyre, me zemrën e tyre, me qenien e tyre, me formimin e tyre profesional që kanë patur, po largohen nga ne dhe ne na duket shumë herët. Zonja Margarit nuk do t'jetë një emër që do të harohet lehtë, do të kujtohet nga gjenerata e gjenerata. Zonja Margarit është shembull i një thënies profetike që thuhet bëj vepra të bukura në këtë univers që të përmendet emri sa më gjatë. Dhe në këtë rast, zonja Margarit, siç duket, do përmendet sado që të jetë. Ngushëllime për të gjithë shqiptarët, ngushëllime për të gjithë familjarët e saj, për të gjithë kolegët tashmë të cilët kanë patur fatin të punojnë me zonjën Margarit dhe e njohin mirësinë e saj dhe vepra e saj u kujtoftë gjithmonë dhe qoftë gjithmonë pranë nesh filmat e bukur shqiptar të atyre viteve.